Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi ditën e sotme me historinë e radhës. Do të flasim për historinë e një gruaje të nderuar e cila është të radhëtuar pa pritur nga bashkëshorti i saj dhe me vajzën e hallës të saj, me njeriun që e quante motër, e quante zemër, e quante shpirt. Unë quhem Elira. Nuk e kam menduar kur se një ditë do të dilja publikisht, do të tregoja historinë time. Por ka dhimbje që nuk duhen mbyllur brënda, sepse të vrasin dal e nga dal. U martova në moshën 25 vjeçare. Mendoja se kisha gjetur njeriun e jetës, burin që do të më mbante për dore në çdo vështirësi. Jetonim në një qytet të vogël, ku të gjithë njiheshin mes tyre. Jeta jon dukej e qetë, e bukur, dhe në këtë jetë ndërtuam gjithçka me shumë sakrificë. Shtëpi, punë, plane për fëmijë. Të gjithë thoshin se ishim çifti më i lumtur. Por askush nuk e di se çfarë fshihet pas dyerve të mbyllura. Fillimisht gjithçka ndryshoi ngadalë. Ai filloi të largohej nga shtëpia më shpesh se zakonisht. Arsyeja ishte gjithmonë punë, takime, shokët. Unë besoja sepse kisha besuar gjithmonë. Kisha ndërtuar jetën time mbi besimin, pa menduar se dikush mund të më shkonte pas shpine. Dhe pastaj erdhi ajo, vajza e hallës time. Një vajzë që e rita si motër, që vinte shpesh në shtëpi, flinte tek ne, hante tek ne, qante tek supi im sa herë që kishte probleme. Ajo ishte familje, dhe familjen nuk e dyshon dot. Por gjërat filluan të bëheshin të çuditshme. Ajo vishej më ndryshe, sillej më ndryshe, e shihja shpesh duke i buzëqeshur burit tim më shumë se ç'duhej. Nganjëherë kur unë hyja në dhomë, ata të dy heshnin. E kisha ndjesin, por nuk doja që ta besoja. E shtyja larg nga mendja ime. Një natë ai nuk u kthye fare në shtëpi. Më dërgoi një mesazh të thatë, duke më thënë do të fle tek shoku, jam lodhur. Zemra mu dridh, e dija që diçka ishte keq. Të nesërmen vajza e hallës time nuk u paraqit në punë. Nuk u kthye as në shtëpinë e saj. Të gjithë e kërkonin, ndërsa unë jo. Unë gjithçka që ndjeja ishte një frikë. Ditën e tretë, mora guximin të kontrolloja telefonin e burrit tim. Mesazhet më therrën si thik. Fjalë të ndyra, fjalë dashurie, premtime, foto bashk, takime të fsheta. Dhe më e rënda nga të gjitha, ata kishin një lidhje prej 8 muajsh. Gjithçka brenda meje u thye. Kisha punuar, sakrifikuar, besoja tek një familje që nuk ekzistonte. Zgjodha të heshtë dhe të përmbyllja vetëm. Ai u kthye në shtëpi i qeshur, sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Unë e pash drejt në sy dhe i thash, e di gjithçka. Në atë moment ai nuk tha asnjë gjë, as justifikim, as pendim. Heshti? E heshtja e tij ishte shuplaka më e madhe. Unë qava, brita, u rrëzova në dysheme. Dhe ai thjesht më shikonte sikur unë isha një e huaj. As një ndjenjë dhe as një faj. Pas disa ditësh, ai iku. Ikën bashk.
Shkoj me vajzën e hallës sime, duke më lënë me shtëpi bosh, me familje të shkatruar, me turpin e njerëzve dhe me plagën që s'do të më mbyllet më kur. Familja ime u nda më dysh. Kush e mbante me mua e kush me ta. Njerëzit flisnin, më shikonin me keqardhje, sikur ishte faim. Ndonjëherë mendoja nëse vërtet isha unë shkaku, por jo. Tradhtia nuk justifikohet kurrë. Unë nuk u ngrita më njëherë, u thava, u mbylla, u zhduka nga jeta. Por koha është një mësuese ashpër, më kuroi ngadalë. Dhe sot jam këtu duke treguar historinë time, sepse dua çdo grua ta di. Mos e hesh tradhtin. Mos i mbyll syt kur zemra po bërtet. Mos jep diçka për dikë që s'të vlerëson. Ata të dy sot janë bashk, le të jenë. Unë jam gjallë, jam më fort se kur. E kuptova që tradhtia nuk të mbyt, por të zgjidh syt. Tani kam punën time, jetën time, miq të vërtet dhe një familje që e kuptoi vonë se kush isha dhe çfarë kam dhënë. Unë nuk jam viktim, jam dëshmia që njeriu mund të shpëtoj edhe nga zhgënjimi më i madh. Një ditë dikush do të më doj për atë që jam, jo për atë që mund t'i jap. Deri atëherë jam mirë me veten. Dhe kjo mjafton. Ky është rrëfimi im. Dhimbje, zhgënjim, por edhe forcë. Sepse fundi i një historie nuk do të thotë që është fundi i një jete. Në fakt, kjo është historia e kësaj gruaje të mrekullueshme, e cila me lot në sy tregon tmerrin që ka kaluar në jetën e saj. Vështirësinë që ka kaluar. Do të thënë atë gocën e hallës vet që kjo e ka besuar si motër, e ka besuar si njeriu më të afërt, më të keqen e pati nga ajo dhe e përjetoi pikërisht nga ajo. Fundi i kësaj historie, unë dua t'jap një mesazh që i drejtohet pikërisht kësaj zonje që mos të shkatrojmë gjërat tona baz për emocione, për ndjesi, të cilat në thelb janë të çuditshme, me duke e ditur që ti e ke familjare të afërt nga ana e gruas, por njëkohësisht edhe zonja në fjalë, do të thënë të mos shkatroj emocionet e veta shpirtërore duke e ditur që është buri i gocës dajes vet. Prandaj le të respektojmë traditën dhe rrethin ku ne rritemi.